Dita e parë në xhennet. Imagjino një çast. Një çast që nuk i ngjan asgjëje që ke përjetuar më parë. Një moment ku çdo lodhje e jetës, çdo dhimbje, çdo lot zhduket përgjithmonë. Është dita e parë në xhennet. Një heshtje e butë mbush hapësirën, jo si heshtje e vetmisë, por si qetësia e përmbushjes. Zemrat rrahin, por jo nga ankthi, nga një gëzim që nuk mund të përshkruhet me fjalë. Banorët e besimit, ata që duruan, ata që shpresuan, ata që u kthyen tek Allahu në çdo rënje, që ndrojnë sot para portave të xhennetit, porta që nuk janë parkur nga sy njerëzor. Profeti alayhi salam ka thënë, Allahu i madhëruar ka thënë në një hadith kutsi, kam përgatitur për robrit e mi të mirë atë që syri nuk e ka parë, veshi nuk e ka dëgjuar, dhe nuk i ka shkuar në mendje asnjë njeriu. Dhe ja, ajo që ishte e fshehur, tashmë është realitet. Çasti i hyrjes. Portat hapen, një ditë e butë, e ngrohtë, që nuk verbon, por përqafon shpirtin. Aroma, më e bukur se çdo parfum që ka njohur toka. Një aromë që sjell paqe në çdo frymarrje. Engjëjt i presin me buzëqeshje dhe me fjalë që mbushin zemrën. Paqja qoftë mbi ju për atë që keni duruar. Sa përfundim i bukur është vend banimi për hershëm. Surja Ra'd 24. Në atë moment, çdo vështirësi e jetës duket e vogël. Çdo sakrificë merr kuptim. Çdo lot bëhet dritë. Gëzimi pa përshkrueshëm. Banorët e xhennetit shohin njëri tjetrin, fytyra të ndritshme, asnjë shenjë trishtimi, pa lodhje, pa plagje. Allahu thot në Kur'an, atyre nuk do të vijë asnjë e keqja dhe nuk do të pikëllohen. Surja El-Bekare 38. Zemrat janë të pastra. Nuk ka xhelozi, nuk ka urrëtie, nuk ka asnjë peshë në shpirt, vetëm paqe, vetëm dashuri, vetëm gëzim. Ata ecin mbi tokë që nuk është si toka, lumenj që rrjedhin pa ushterur, kopshte që shtrihen pa fund, dhe çdo hap zbulon një bukuri të re. Një botë pa dhimbje. Në xhennet nuk ka më sëmundje, nuk ka më frikë, nuk ka më ndarje. Allahu thot, aty nuk do të dëgjojnë fjalë të kota dhe as mëkat, por vetëm fjalë paqeje. Selam, selam. Surja Vakia 25-26. Dhe më e madhja nga të gjitha, nuk ka më vdekje. Profeti alayhi salam ka treguar se vdekja do të sillet në formë dhe do të theret dhe do të shpallet. O banor të xhennetit, nuk ka më vdekje. O banor të zjarrit, nuk ka më vdekje. Dhe në atë çast, gëzimi banorëve të xhennetit rritet pafund, sepse tani e din, kjo nuk do të mbaroj kurrë. Dita e parë në xhennet nuk është si ditët e botës. Nuk ka perëndim që sjell fund, nuk ka natë që sjell frikë. Është fillimi një përjetësie, ku çdo moment është më i bukur se ai para tij. Çdo dëshirë plotësohet, çdo ëndër te kalohet, dhe mbi të gjitha, kënaqësia më e madhe është kënaqësia e Allahut. Allahu thot, dhe kënaqësia e Allahut është më e madhe. Surja Teube 72. Dita e parë në xhenet është dita kur njeriu e kupton se çdo gjë për të cilën ka duruar ka vlejtur. Është dita kur lotët e kësaj bote kthehen në dritë. Është dita kur fillon jeta e vërtet, një jetë pa fund, një jetë pa dhimbje, një jetë në paqe të përjetshme. Allahu na bëft prej banorëve të xhennetit. Amin.